Parlamenti dëgjoi sot institucionet e sistemit të drejtësisë e përfaqësuesit e qeverisë për problematikën e sigurisë në gjykatat e vendit. Çështja e cila u vendos në plan të parë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në gjykatën e apelit në Tiranë një vit më parë. Para Komisionit për Mbikëqyrjen Institucionale, kryetari i Këshillit Lartë Gjyqësor Ili Rusi deklaroi se policia duhet rikthehet në gjykata, por për të garantuar sigurinë duhen godina të reja, mbështetje financiare e ndërhyrje ligjore. Duhen forca të dedikuara, unë s'po them forcat armatose, por forca policore të dedikuara apo punojës të trajnuar për rritjen e këtyre qëllimeve. Ka gjykata në cilët edhe nëse ju na jepni një port detektori apo një skaner bagazhe si kund edhe ne na kontrolluan pajisjet kur hym në mjedisat e kuvendit të Shqipërisë, nuk e ku e vendos atë. Zëvendës ministri i Brendshëm Xhemal Qefalia sqaroi se në 3 vitet e fundit ka pasur 23 incidente ku është kërkuar ndërhyrja e forcave të policisë në gjykata. Ne jemi të hapur nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor që unë e kam përpara dhe kërkesën që ka paraqitur pranë kuvendit kërkon që të ndryshojë diçka në mënyrën e organizimit përgjithshëm, jemi disponibël të hapur për të bashkëvepruar. Në fund të mbledhjes së komisionit, kryetari Fatmir Xhafaj sqaroi se i gjithë procesi vizitave në gjykata, prokuroria apo në disa institucione të tjera, së bashku me seanca dëgjimore është ndërmarr pas kërkesës së Këshillit Lartë Gjyqësor që Parlamenti të ndërhyjë e të garantojë sigurinë në gjykatat e vendit. Xhafaj shpjegoi se vendimet janë marrë me konsensus e kalendari i punës është përcaktuar gjithashtu me konsensus. Edhe pse nuk e përmendi SPAK-un në refuzimin e prokurorisë posaçme që deputetët zhvillonin një vizitë në këtë institucion, Xhafaj sqaroi se këto takime nuk synojnë të ndërhyjnë në punën e institucioneve të pavarura. Shqipëria është republikë parlamentare. Kushtetuta i ka përcaktuar një rol të veçantë kuvendit dhe deputetëve si përfaqësues të vullnetit të popullit. Kuvendi në ushtrimin e kompetencave të tij kushtetuese të ligjvënies dhe kontrollit parlamentar shërben edhe si hapësirë dialogut institucional, ku ndërtohet mirë kuptimi ndërmjet pushteteve dhe konsolidohet kultura e bashkëpunimit ndërinstitucional. Normat dhe praktikat parlamentare nuk e shohin kurrësesi funksionin kushtetues të mbikëqyrjes parlamentare si monitorim të institucioneve të pavarura dhe sidomos ndaj veprimtarisë së tyre. Ndaj dhe nuk kanë as pak karakter ndërhyrës apo vlerësues mbi çështje konkrete të çdo natyre qofshin ato. Kryetari i Komisionit Fatmir Xhafaj solli në vëmendje se vizitat monitoruese janë praktikë që Parlamenti e ka ndjekur prej shumë kohësh edhe gjatë legjislaturës kaluar.